në atë kohë dhe si e morët vesh nisjen për në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Aty ka qenë një periudhë tranzicioni në Bllocë, për arsye që u bënën jo humanet, pa mbijetueshme, fillun gjinja dhe me vdeksa, kum qenë në informume. Neve na kapi nevoja për me ik prej Bllocës. Keshte kufini në kufi faktikisht baca, ku gjendet po te customs, te dogana, shku me qu vajzën, po. Të mërshme kur I shef edhe sot. Bash. E shkum në te dogana, e banëm plan me kunatën në serin me fmi, me qu vajzën edhe djallën e kunatës, të vogël, ata ty neve që biket fik, u smujshin, po menoj u biket fik në atë kuptim që u ladhen, edhe I thanë vajzës, banu mamit, kishte tash shumë edhe ma kesh të qojmë të mjekt që ishin mjekt border, ku me ditë cilës organizat kanë qenë, me shku me qu fmit aty. Se kena kalu Bllocën e të mërshme, në tjetrën anë të rrugës, shkum të dogana, na vendosëm mos më kthy po me jump me kthy në autobusat që I pretshin me strehu njerëz që mos më kthy në atë merrin në Livat, se ajo ka qenë vdekje prus, ka qenë katastrofë, shumë pa organizu. Mandej, kur ti ke qenë në Bllocë, kur u bo nata, le që s'ka qenë shi, nuk e pas as qebe, as ke pas gjana tjera, minimaliste, po I kish edhe ushtar që sot kisha pas dëshirë me pyet çfarë qëllimi ka qenë që ushtarët me mitralaz apo me çapo qysh I çuj këto alltia, nuk kam ku me di sa edukim të madh. Na drejtojshin neve me familje që për shembull ti në atë kohë Maqedonia nuk pranoi që të hynin refugjatët nga Kosova brenda territorit tyre dhe I ndalun gjithë në kufi për shkak se kishin frikën e ndonjë sulmi ndoshta edhe nga Serbia apo marrëdhënieve që kishin të mira me ta dhe për këtë fakt ata nuk pranonin që të hapnin dogana që të futeshin brenda territorit Maqedonisë. Faleminderes që e ceke, unë mos më trajt edhe pse në atë kohë si juriste kisha kry drejtën ndërkombëtare, ato lante krejt. Në mënyrë teorike thësha kush çështja ku janë drejta ndërkombëtare, po në mënyrë praktike, humane, unë dëshim që najna tu rreziku jetën dhe çdo minutë jetës tu mbarke për me mbijetu. Ka qenë tmerr, ka qenë qysh na kanë trajtu, nuk I di racionalen çka ka bo Maqedonia, çfarë qëllime kanë pas, po trajtimi ka qenë I tmerrshëm. Në këtë shekull, në këtë kohë, jo vetëm unë, kunatat, kunet, gjithë shqiptarë që sot e kam ne, kur kemi ikna prej Bllocës, I kemi lënë tjerë, çfarë ka qenë ndjen e fajit që s'muna më ta përshkru. Kemi shku në normal tjerë, sigurisht I kanë pas mënyrat e tjera që kanë darë prej Bllocës. Kemi shku në familjen në Sfilar, faleminderes shumë na kanë strehu, shqiptarët e Maqedonisë shumë janë mirënjohse, në familjen e Nuredinit në Sfilar. Kemi ndez disa kohë, disa refugjat në shtëpi të madhe kanë gatu për neve gjitha këto